Rikthehemi sërish së bashku, do të ndalim në tjera tema diskutimi me panelistit tam, por së pari po njohim një herë me zhvillimet kryesore deri në orën 18. Prej mëngjesit, Kuvendi është mbledhur në seancë plenare, por debatet më të forta u shënuan në përballjen e opozitës me ministrin e Brendshme për protestën e PD-s të shtunën. Akuzave për dhunë e gazit lotësjedhës të skaduar, ministra Kroqiu ju përgjigjiste të vetmit të dëmtuar ishin efektive nga molotovët dhe gurët e hedhur nga protestuesit. Në vijim të seancës priten diskutime edhe për disa ndryshime në kodin penal. Nëntëmbëdhjetë arrestuarit pas protestës së dhunshme të PD-s para kryeministrisë dhe kuvendit u liruan nga gjykata e Tiranës, e cila i la në mas detyrim paraqitje. Deputeti Klevi Zballiu në hetim për dhunën në Tubim nuk i ndali tensionet as në ambientet e gjykatës. Ai tentoi të sulmonte fizikisht në hodhin e gjykatës një qytetar që sipas tij e ofendoi. Policia shoqëroi burrin që dyshohet të ishte i dehur. Këshilli i Imunitetit do mblidhet nesër pa një vendim të gjykatës kushtetuese për çështjen Balluku, ndërsa pritet të shfrytëtojë kërkesën e SPAK për arrestimin e zëvendës kryeministres. Pas seancës publike, kushtetuesja u mblodh sot por kërkoi më shumë kohë për të dalë me një vendim. Socialistët e shtyn Këshillin e Imunitetit në janar pikërisht për të pritur kushtetuese dhe tashmë mbetet të shihet. Nëse pa pasur ende një vendim të gjykatës, do ta shtojnë apo jo mbledhjen. Ndërkohë që Sali Berisha ankohet për mediat e kapura nga qeveria, realiteti rezulton krejt ndryshe. Të dhënat zyrtare të autoritetit të mediave audiovizive tregojnë se gjatë muajit dhjetor të vitit 2025, Partia Demokratike dominon në ekranet kombëtare me 84.20% të kohës totale televizive dedikuar subjekteve politike. Në vend të dytë renditet PS me vetëm 11.14% të kohës televizive, një diferencë shumë e madhe krahasuar me opozitën. Sa i përket liderëve politik, të dhënat zyrtare tregojnë se Sali Berisha rezulton më i pranishëm në media me 34.87% të kohës totale, ndërsa Edi Rama ndjek me 27.83%. SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjykatën e posaçme 10 të pandehur të akuzuar për trafik ndërkombëtar kokaine dhe grup të strukturuar kriminal. Nga hetimet ka rezultuar se rrjeti me shqiptarë të huaj kishin krijuar kushtet e nevojshme për importim nga Republika Dominikane të 2 ngarkesave me lëkurë gjedhësh, në brendësi të cilave u gjetën të fshehur 90 kg kokainë me vlerë 3.6 milion euro. Ngarkesat e mbërritura në portin e Durrësit në muajt korrik dhe nëntor të 2024 u magazinuan në zonën e Mulletit në Tiranë. Një raport i fundit i Berë thotë se brenda 3 dekadave nga Shqipëria kanë emigruar 30% e popullsisë. Ky fenomen, si dhe plakja e popullsisë sipas Berë, duhen luftuar me masa konkrete. Ndryshe mund të cënohet të rritje ekonomike. Berë sugjeron përfshirjen dhe më shumë në tregun e punës të grave dhe të moshuarve.